dhe përshëndetjet më të përzemërta qytetarë dhe qytetarë të Elbasanit, për ulem me mirënjohjen më të pakufishme, me nderimin më të madh para jush, qytetarëve të mrekullueshëm të këtij qyteti, që ka rrezatuar rrezaton dritë, mirësi dhe virtute në Shqipëri dhe mbar kombin shqiptar. Ju sjell përshëndetjet më të përzemërta të qytetarëve të Korçës, të cilët sot në sheshin e tyre firmosen fitoren historike të 11 majit, triumfin e virtutit, e moralit, e guximit, e besimit të qytetarëve shqiptar mbi një të keqe të pamerituar që ata përjetuan 12 vite me radhë. Miqtë e mi, ne shqiptarët jemi të vetmit që pasi u çliruam me guximin ton nga diktatura me egër staliniste, 30 vite më vonë aram në një regjim në të cilin ligjin e bëjnë bandat, e bën qeveria e lidhur me bandat, në të cilin qytetarë të mirë të Elbasanit, kur mos e harroni, ai që erdhi në pushtet në 2013, ai kalonte nga një ekran televiziv një tjetër me hekura në dorë, u tregonte qytetarëve të vetë hekurat, duke treguar se është i birë shpirtëror i Enver Hoxhës, është pasardhës biologjik i Spirokoleks, njeriu që do thriste 90 jetën për tanke dhe mitroloza kundra nesh. Miq, 12 vite në Shqipëri u ndërtua një regjim i cili jo me hiperkolektivizim, jo me konfiskime, por me mekanizma tjera i varfroi shqiptarët dhe i çoi ata në një shkallë të tillë varfrie sa asnjë nga kombet tjera përreth. 2013 nuk ishim të mkëmur, por në 2013 qytetarët e Elbasanit, pensionistët e Elbasanit dhe të Shqipërisë pagueshin më mirë se të gjithë qytetarët dhe pensionistët e rajonit. Në 2013 njerëzit lëviznin lirshëm, po përsëri shqiptarët në Shqipëri dhe në Elbasan shtoheshin çdo vit e më shumë. Në 2013 ndodhi rotacioni i pushtetit, një akt madhor në demokracinë e çdo vendi, por u zgjodh pas këtij viti që Shqipëria të mbulohej me drogë dhe krim. Pas këtij viti, pensionet rinë, rrogat u ngrinë, sofra u paksue, nuk ushqente më të gjithë pjesëtarët e familjes. Vendet e punës filluan shkatrohen.
Dhe çfarë ndodhi? Fëmijët të rinj u detyruan të marrin rrugët e dheut. Ligjin e morën në dorë banda dhe bandit. Miq, ligji i cili duhet garantoj liritë dhe drejtat e qytetarëve, pronën e tyre, u morë dorë nga ministra, kryeministri dhe banda tjera dhe u përdor kundër qytetarëve. Varfëria u rrit nga vitin vit. Çmimet kapen stratosferën. Dhe ne e gjetëm veten përsëri në të keq paguarit njerëz të rajonit. E gjetëm veten me çmimet më të larta në rajon dhe në Europë. Me mira biznese u mbyllën, me mira ferma falimentuan në 10 vite. Sa asnjë kom tjetër në Europë dhe në botë, 45% e shqiptarëve u larguan nga Shqipëria. Pra, ndodhi një rrokullisje që se kishim njohur kur në histori. Por, është meritën tuaj, me guximin tuaj, në dhe dashurin tuaj, qytetarë dhe qytetarët e Elbasanit dhe Shqipërit, që rikthyen shpresën te pranverë, që shtruhet te pranverë, në pranverën e shpresës, pranverën e besimit, pranverën e fitores për Elbasanin, për Shqipërinë. Ndaj dhe unë kam një njohje të pakufishme ndaj jush. Ndaj dhe unë jam sot para jush. Jam sot para jush për t'u dhënë fjalën, për t'u zotuar në mënyrë më solemne. Se në 100 ditë dhe vetëm në 100 ditë do të nxjerrim jashtë çdo votre shqiptare varfrinë e skajshme. Do përjashtojmë njerimin nga Shqipëria. Se në 100 ditë çdo pensionist që sot merr një pension ndën 172.000 lekë dhe janë rreth 560.000, do marrë një pension 200 euro. Se çdo rrogult do marrë një rrogë jo me pak se 500 euro. Se çdo pensionist dhe rrogult do marrin ushqimet, gjërat bazë, me një çmim 20% më lirë se të tjerët. Se çdo qytetar shqiptar do paguajë energjinë me 7 lekë. Se çdo qytetar shqiptar do ketë një ulje të çmimit të nafs prej të paktën 40%. Ndaj jam sot në këtë shesh për një zotim solem se në 100 ditë çdo biznismen i Elbasanit do paguaj energjinë 3 herë më lirë, nga 18 të 6 lekë. Jam këtu për t'u dhënë fjalën bizneseve të vogla, se kur bashkitë s'do mund të tatojnë në rënd se 1% të xhiros. Se sipërfaqja publike do pjesëtohet me 5 herë tarife e saj, do përgjysmohet çmimi i ujit për to, do rritet tavani në 180.000 euro
për tatim fitimin dhe TVSH-n. TVSH-ja do ulet në 15%. Çdo biznes që paguan tatim fitim do ta paguajë vetëm 10%. 13% pra më pak. Çdo rrogtar që paguan tatim fitimin mbi të ardhurat 23%, do paguajë 10% dhe do ketë rritje imediate rroge 13%. Miqtë mi, në 100 ditë, Shqipëria do ketë listën e ilaçeve që rimburson Republika Italiane, 100% të rimbursueshme. Zotimi im është për fermerët e Elbasanit, të qarkut të Elbasanit dhe Shqipërisë, se në 100 ditë do të pesfishohen subvencionet për çdo fidan, për çdo kokë bakti, për çdo njësi prodhimi, se në 100 ditë taksa armiqësore asimetrike do zhduket dhe do vendoset një lloj në shitje dhe blerje, se në 100 ditë prodhimet e tyre bujqësore do mbrohen në